Jemi në kulmin e sezonit dhe jemi në rooftop, si thot dhe miku imi Edvin përshëndetje. Përshëndetje. Ky është qëllimi fluturues më i famshëm për sot në Shqipëri. Rooftop i fluturues. Po pra, Aladini. Tani për ata që nuk na kanë parë dy herë të parë, që janë të shumtë për të së vërtetës. Turp të vit. Turp të vit, por avash do na shohin. Shikimet kanë qenë të mira, rreth 14000 vet na kanë parë në YouTube, që Ledio Ledio për ata që nuk e dinë është Ledio të lutem, është regjizori i Çanit tek Zonë e Lirë, ne e përshëndesim, është brapa kuintave si gjithmonë, por Ledio ka dy personalitete. Në televizion është Ledio të lutem, në jetën e përditshme është Ledio Topalli. Dhe për ata që nuk e dinë është dhe një real estate person dhe pas meje sigurisht dhe Elvisit që e përshëndesim, Turtullin, mund të besoni pronën Ledios. Tani nëse mund të shtoj, është shumë djalë i mirë, pavarësisht se ka dy personalitete siç e dy personalitete profesionale, jo njerëzore. Dy profesione. Po pra, dy personalitete saktë nga gjithë neve, mendoj. Ai që nuk duket është zakonisht më i saktë. Pra, në këtë sipërmarrjen ton modeste, unë jap mend, si është, ti jep vinin, Ledio jep teknikën. Fjala për Spiron. Spiro, para se të flasi vet, është një ftuar special në Joni. Patjetër. Spiro ka ardhur sot ndaj me ne eksperiencën si një sipërmarrës i ri në biznesin e prodhimit të birës artizanale shqiptare. Dhe ja ku i kemi këtu të ekspozuara birat e Spiros. Siringa, Vagabondi dhe Midas. Do na flasi vetë me gjëre gjatë. Po nuk e kemi ftuar vetëm për këtë arsye. Patjetër, ne e kemi ftuar që ta ndërlidhim me prodhimin e birës, shijimin e birës, përjetimin e birës me botën e sportit dhe botën e biznesit. Spiro është shumë i mirë, unë nuk e kam zgjedhur, nuk ka rënë për pjesë. Se motra e Spiros ka zemrën time. Kemi gostë. Goca jonë të çoni toj. Okej, po. Që mirë se na erdhe Spiro, mirë se na erdhe Elvis. Elvis ka qenë futbollist. Okej, jo në nivele super profesionistë, por ka luajtur me të rinjtë e Ilir Vikingës, Po, Ilir Vikingës luajtur me Calcetto pastaj kur hapën fillimisht sezoni Calcetove. Pra kemi qenë nga themeluesët e parë të Calcetove. Dhe aty u mbyll pastaj karriera dhe filloi karriera si Ilir Vikinga ka qenë një skuadër Viking Airline, ishte një kompani që bënte transport detar norvegjeze. Po kanë pas një ekip shumë simpatik. Kishin vizionin për të bërë një skuadër futbolli, sepse nëpërmjet futbollit që futën në fakt integruan biznesin bashkë me sportin. Se atëherë sporti u shifte vetëm si argëtim, ndërkohë ishin të parët që donin të krijonin një strukturë të re, të posaçme, çuditur norvegjeze. Jo, dhe që atëherë, pavarësisht se ne nuk i merrnin këto mesazhe se nuk e njihnin botën e biznesit, ti kuptoje se sa promotor i fortë është sporti dhe futbolli. Ai ishte i gatshëm të financonte një ekip futbolli, apo Elvis që të ngrinte emrin lart të Po, dhe me bëri për një periudhë kohë, pastaj u larguan pati ca problemet e veta lidhur me biznesin që kishte dhe u largua, po ka qenë iniciatori i parë i integrimit të biznesit në futboll. Jeta jote e mëparshme midis avokatisë dhe real estate-it, dy fusha që ngjajnë sikur janë të ndryshme, por që thellësisht integrohen mirë tjetër. Po. Profesion të parë kam avokatin, pra. Pas përfundimit të asaj pak karrierë futbollistike, hyra avokatisë, kam qenë avokat i suksesshëm, shumë i mirë. Për 15 vite kam ushtruar si biznesmen dhe aty, si përmarrës. Biznes është dhe. Biznes është dhe avokatia, biznes vetë, pavarësisht ti ke një dobishmëri dhe sociale sepse ndihmon dhe njerëzit. Profesion i lirë. Profesion i lirë, po vetë bizneset, pra ti vetë financohesh, paguan taksat, gjitha pra. Shërbim. Një shërbim komunitetit. Për 15 vite bëra shërbimin e avokatisë. Kisha fakt pak kohë që mendoja që të integrohesha në real estate, se më integronte shumë, pra një punë shumë dinamike, shumë e bukur. Kam një vit që jam fut dhe më pëlqen shumë. Në rolin e ndërmjetësit dhe investitorit apo pak në të gjitha? Jam dhe pak investitor, po. Dhe pak investitor, përveç sa bëj dhe ndërmjetësin e pasurisë të përgjithshme. Spiro, çfarë opinioni ke për real estate në ditën e sotme, pa shkuar të sportit së dëshkojmë? Tani të thënë vërtetën edhe unë vetë jam marrë me real estate, se dhe unë jurist jam. Mbaruar juridikun, edhe kur jam kthyer në Shqipëri, një nga gjërat e para që jam marrë ka qenë real estate. Ndoshta nuk u morëm atë periudhën 2009-2010, nuk u morëm me real estate-in e apartamenteve, ishte shumë herët, por bëm real estate-in e pronave. Domethënë neve jemi Dion Albania,
Dion Albania. Po. Okej. Një nga kompanitë e real estate-it atëherë të parat, që u morë me ndërmjetësim të pronave, si në Fark, si Toka, literally tokë. Toka që sot që flasim po ndërtohen komplekse mbi ato toka. Sa ka qenë metër katror atëherë për kuriozitet 15 vite para? Me thënë të vërtetën, unë e kam kapur te 15.000 lekë. 15 $15 vjetra. 15 po. 15 euro, do me thënë atëre ka qenë toka arë, sigurisht. Okej, Se edhe atëre bëheshe me një procedurë tjetër, bëheshe me studime pjesore, të cilat mu duhet i ndiqen ndërmjet komunave, dhe kanë qenë, do me thënë, mund gjeje nga 10 euro deri në 20 euro, po 20 euro ishin këto të ezaruar. Aty ku sot janë gjithë to rezidencat e Tegut, po themi. Aty ku sot janë ato të Tegut, aty ku sot janë çmimet më të larta rreth. Po, e vërtetë, më të larta janë. Do me thënë, flasim gjithmonë vetëm për zonën e Farkës, zonën shumë afër Tiranës, ë? Mos kalojmë më tutje pasaj Petrele këto, se atje sigurisht që bindën më poshtë. Përveç zonës Petreles, që ka qenë fshati Petreles, ajo atje që ka pas një kështu pak. Ka pasur dhe zhvillimi atëherë. 2-3 lokale, shkonin njerëzit lart sipër te kalaja. Edhe Tirana e ka pasi çiksi me qef një shtëpi Petreku, Dillafi, po prapë ata që Mullet Bërgjit Petrel, ka qenë ajaksi. Edhe Vishnja. Edhe Vishnja, po. Vishnja është edhe i bukur. Po, e di, Vishnja ku ka vilën. Kishit menduar në atë kohë që do merrte këtë super është realisht që boom edhe këtë rritje në çmimin në këtë përmas që ka rritur sot. Kur unë ka qenë shumë shesharake, pse se atë bënim shaka, se për të ndarë dhe meritat e zhvillimit që ka marrë në zonë, atëherë kryetari i bashkisë së saj kohe, komunës së saj kohe, kishte bërë një gjë shumë bukur. Farkës. Vit Farkës, po, i cili Farka kishte rrugët. Dhe kishte rrugë, realisht ishte një nga fshatrat që kishte rrugë, edhe në atë kohë po ndaheshin, po përshiteshin toka, po ndërtoheshin ca vila, kishin shkuar ca njerëz, po bëheshin studimet pjesore të parat. Dhe abiteshin se kur kishte kërkesë dhe thoshim ankoheshin ata banorët të zonës dhe thoshim neve po për çfarë ankohen, por se i gjiron lopa në asfalt. Se atëherë realisht i bridhjen nëpër Fark edhe shifje që i kishin akoma bakti, kupton? Po rrugët ekzistonin, ato kryesore, po, kishte edhe infrastrukturë. Dhe ishte habitshme se ishte e vetmja kur, domethënë zona liçenit tek Tegi, domethënë zonat brenda Tiranë nuk kishin marrë akoma të njëjtin zhvillim, kurse Farka kryetari i komunës që kishte. Tani ashtu kishte menduar ai zoti punës atëherë, ashtu e bëri, mos japim nuk dua të gjykoj, bëri mirë, bëri keq, por këtë lloj çmimi, këtë lloj zhvillimi që ka marrë sot, nuk e merrte askush me mend, se po ta kisha marrë unë me mend i parë, të kisha bler shumë atje. Por nuk ja dol, nuk arritëm, edhe pse unë mora goxha. Edhe logjikisht, siç e shihni sot, siç u prezantuam, mbas 15 vjetësh që u mora edhe unë me pjesën e real estate-it edhe me ndërmjetësim si të pronat edhe të investitorë të huaj, pasaj vendosa të bëhem edhe unë vetë investitor edhe investova të bira artizanale. Bira në klasë janë se të kujtohet në një detaj tjetër interesant që ka të bëjë me kryetar bashkisht apo gjëra, mund të pish birë. Të na shprehesh edhe më shumë me investim në të gjitha këto skupe. Gëzuar u gjeta. Ma kalo pak hapse më lutem. Patjetër, unë po mendoj ta hap vetë birën. Të doja ta hap vetë birën, me që unë kam sjell birat. Edhe një nga arsyet pse u vonuam, sigurisht ishte edhe unë jam edhe fakti. Unë jam po pjesëdashës, por duat më shpjegosh edhe llojet e birave që zgjedh një nga bira. Më shpjegosh. Patjetër. Atëherë duke nisur nga Siringa. Siringa është bira jone e parë, lageri, tipologji bire nga më të vjetrat, është birë kristal, bjonde, ka atë e vetë në fund, por hyn te birat e lehta. Mbas asaj kemi kaluar te Midasi, e cila është një belxhamujt, është birë tipologji belge, por e turbullt, por njëkohësisht edhe kjo hyn te birat e bardha, pak bjonde. Do me thëmë brapë të birat e lehta. Ndërsa e treta që është ky vagabondi, i cili është edhe një nga krenarit e kompanisë tonë, përsa doj që është pak bire fort për Shqipërinë, edhe për Ballkanin, për Mezeun, pse se kjo hyn te tipologjia IPA, Indian Pale Ale, dhe është bire kuqe e plot me shumë bazë, edhe për birë dashësit është një nga të preferuarit. E po më zgjedh krenarinë e kompanisë vagabond. Edhe për shtatet i qishë si emër. Viso, pasi të fillosh të shijosh birën, do na tregosh pak për tregun e vilave. Ka shumë debate, sidomos flasim gjithmonë për zonën për Tegut të e mbrapa. Si është këtë moment tregu i vilave? Kërkesa, oferta,
cilësia, infrastruktura, edhe opinion personal, dhe njerë mund të dalim nga se ka një aksion që thuhet industria ku merr pjesë, nuk duhet kritikosh, njerë dhe mund kritikojmë, ose mund të analizojmë, ka dhe momente ku gjërat kanë ulli dhe ngritet e veta. Këtu nuk është problemi të kritikojmë, këtu është problemi të shohim se si është realiteti. Ka dy lloj tipologjish klientësh apo dy lloj tipologjish në standarde si kërkojnë vilat. Ka njerëz që kërkojnë vila të veçuara, pra ku shkojnë në një zonë dhe duan një vilë tjetër, ka njerëz që duan vila nëpër komplekse ku të marrin edhe shërbime. Tek zona që po diskutonin, Baldushk, Vishnje, pra të zona Farkës, te komuna Farkës, edhe unë me familjen time para shumë vitesh, në vitin 97 kemi bërë një investim aty. Super investim. Kemi bërë një investim, babai, s'u kam qenë 17 vjeç atë kohë. Vila 26. Vila 26, po që është dhe restorant, është e njohur dhe sot, vazhdon punë. Kemi bler tokën që ekziston në Vila 26, pra ku janë bërë ndërtime që është restorant me pishinë edhe një mini hotel që është aty. Kemi dhe toka të tjera që janë rreth rrotull vilës, edhe pak më matan. Dhe kemi marrë me çmime shumë të mira për kohën. Po krahas këtyre, po të zona Vishës janë ndërtuar vila që janë brenda kompleksit, po ka dhe ashtu vila individuale. Dhe kjo çështje guzësh personale. Por gjithmonë në vizionin ku njerëzit duhet të investohen të sigurt, është ai vizion ku shteti shkon me investime nga mbrapa. Pra, ti mund shkosh dhe të marrësh një vilë ose të ndërtosh një vilë individuale dhe ta bësh shumë të bukur, po nuk pati investime të mbështetëse, që janë rrugët, energjia, kanalizime dhe njëra tjetrën, vlera vilës do të ngeli ajo ose do vi duke rënë. Nëse ti shkon në një vend me investime strategjike, pra ky është mendimin personal, secili pastaj mund zgjedhë si dojë dhe të bëjë investimet e veta. Kur ti shkon në një zonë ku investimet janë strategjike, pra shteti ka mbështetur infrastrukturën e vilave me shërbime mbështetëse, është investimi më i sigurt edhe më i saktë. Pra po flasim për zonën e liçenit Farkës për shkakun, nëse shkohet bëhet një investim te liçeni Farkës. Siç po bëhet Rodin Gjill. Siç po bëhet, jo vetëm Rodin Gjill, ka shumë rezidenca që po bëhen aty. Rose Garden ka disa për shumë rezidenca. Dhe këto janë investime të sigurta ku njeriu shkon blen, sigurisht nuk mund ta marrin vlerën gjatë kohës ndërtimit, por mbas ndërtimit do ta marrin vlerën sepse unë mendoj personalisht që gjithë zonat lirtare edhe në botë janë ato ku mbështeten mbi një liçen apo afër zonave bregdetare. Pra aty ku ka ujë, ku ka natyrë, ka dhe jetë. Dhe këto janë vilat më elitare që do trajtohen edhe për të ardhmen. Sa mund shkoj ky hoteli Vinit për shkak të një kështu pamje të lirë, hotel leteri. Ky s'ka të shpim. Vini e ka marrë, e dim dhe e ka marrë një vlerë për kohën të mirë, po ka përfishuar vlerën e vet në këto 5 vite që vini po. Po jam shumë punëtor në përgjithësi. Jo me fat. Jo shumë me fat, më shumë me fat sa punëtor. Si e shikon lidhjen e botës sportit me real estate-in? A kemi arritur ne në atë pikë të zhvillimit ton ku sportistët në tarë, nuk bëhet fjalë më tani në nivelet kur ke qenë ti te La Vikinga sportist për çështje pagesash. Mendoj që tani dhe futbollistët tanë paguhen mirë apo jo? Sidomos ata që luajnë jashtë Shqipërisë. Po ata kam informacion të. Shiko, mund të jap ca dhëna, një futbollist që luan në Shqipëri në kategorinë superiore, mesatarja e të ardhurave është afër 40-45 mijë euro në vit. Shifra e mjaftueshme për të blerë për të investuar në apartamente mbi mesatare. Okej, ka pak informalitet në formën e pagesave dhe ky është problem për kreditimin. Ashtu edhe në shitjen e apartamenteve. Po ashtu edhe shembër, balancohet. Drejt për drejt që ka sporti tek real estate është pra ardha e lojtarëve. Faleminderit që më ktheve te pyetja se Gjergji trëmben fjalën patjetër. Gjergji shumë. Pra, në fakti drejt për drejt, i menjëhershëm është që gjithë futbollistët që luajnë në superiore sot në kategorinë e parë janë përgjithsisht futbollista që vinë ose vinë nga vendet tuaja ekstrakomunitar, ose futbollistë që janë të rrethave dhe vinë për të akomoduar në Shqipëri. Pra, kërkesa parë që bëjnë gjithë futbollista janë pjesa e qeras, që kërkojnë shkrim i qera dhe kërkojnë një farë standardi, se nuk po diskutojmë për qera. Po pra mbetemi te qeraja, jo në shitje, nuk jo të shkojmë atje. Nis. Po, nis me qeran. Nis me qeran që mund të shpenzojnë deri 20% pagës vjetore, pra me qeran. Dhe përgjithsisht na ka rezultuar që marrin shtëpi goxha të mira, pra nuk është se e ruajnë dorën tek pjesa e qeras. Mbas disa vitesh, nëse pastaj fillojnë blejnë, sepse edhe tuaj që vinë këtu ekstrakomunitar, duan ta keni shtëpi se Tirana është e bukur për të vërtetës. Gjithë Shqipëria është e bukur, por në Tiranë po diskutojmë. Po, ka marrë një zhvillim. Ka marrë një zhvillim fantastik dhe gjithë që jetojnë për 3 deri në 5 vite në Tiranë, duan ta kenë një shtëpi përhershme në Tiranë për ta pas edhe sikur të spostoni një vend tjetër apo të luajnë në një kategori apo në një shtet tjetër. Një shtëpi në Tiranë duan gjithë ato që kanë jetuar për pak 3 deri në 5 vite. Ndërkohë, pastaj ajo që është underground,
që pra kush e lidh sportin me real estate-in, është që futbollistët të cilët paguhen mirë, siç ka ndodhur edhe në botë, siç është Vieri, Nesta, Messi, një sër futbollistësh tjerë, të cilët kanë investuar në real estate. Në real estate ato shkojnë hidhen, pra bëjnë kullat e veta, Messi ka bërë kullat e veta, ka bërë 2 kulla në Amerikë atje. Ndjetin në një shtëpi me qera, derisa u ndërtuan 2 kullat e veta, ka marrë gjithë ruftofin. Edhe Vieri po ashtu që ka luajtur futboll në Amerikë, ka blerë provat e vete imobiliare, të cilat i trajton pastaj dhe bën biznes. Për hir të vërtetës, futbollistët deri para pak kohësh statistikisht 86% të tyre ditën që lejnë futbollin vazhdonin të rinin të varfër, sepse të gjithë lekët të cilët i sillte industria e futbollit i prishin në për industrinë e entertainment. Ndërkohë që sot kanë hyrë dhe konsulentët financiar, çdo futbollist ka konsulent financiar dhe i marrin dhe menaxhojnë. Dhe përgjithsisht mbi 90% të tyre financojnë në real estate. Ka dhe nga ato që financojnë në për biznese, por bizneset nuk i kanë shumë të suksesshme, përveç disa rasteve sporadike. Real estate është industria më e sigurt ku një person që nuk ka një uri të mjaftueshme e ka investimin e sigurt, pra i kthehet në investimi pra e kthen në investimin e vet në fitim të sigurt me kalimin e kohës. Unë nisur nga këto fakte që ju thatë për futbollistët me famë botërore, nga show-ut e ndryshme që shikojmë për platformat ndryshme, mora shkas dhe tek pyetja që të bëra. Dhe dia futbollistët tanë a kanë filluar të kenë të njëjtin stil jetese me ata të këtyre që ti thua futbollistët tanë ata që luajnë në kombëtar apo të luajnë në kampionatin ton? Se ka dy kategori në kampionatin ton, do të varet të ardhurat. Për shembull, marrë shkas nga një reklam që është bërë në një nga resortet e jugut. Green Coast. Në Green Coast. Ozon. A ka vërtet futbollistë që investojnë në real estate apo ajo është thjesht një reklam? Këtë do e dia, domethënë. Domethënë ka arritur mirëqenia e tyre. Ja të bëj një intermezzo. Portofoli i tyre është shëndoshur ai shumë sa të investojnë. Ja të bëj një intermezzo. Duke qenë se unë përpara se të filloja biznesin e real estate-it isha gazetar sportiv, automatikisht via klasa e parë networku që kisha për klientët ishin njerëz të sportit. Qofshin këta futbollista, qofshin këta trajnerë, gazetarë etj. Dhe aty ti kupton që të gjitha kanë një sy nga real estate. Sigurisht secili sipas standardit të tij. Unë kam pas klient dhe kam klient, po kam pas me klient 90% të futbollistëve që kishin luajtur kampionat shqiptar dhe më pas ishin larguar jashtë Shqipërisë. Për përmendur emra, Andi Lila, Hyka, Vila, Sabien Lilaj, emra shumë të rëndësishëm, Cikalleshi, tani nuk më mend emra të tjerë. Për konfidencë nuk mund të them shifrat që kanë investuar, por sinqerisht të gjithë ata kanë investuar në Tiranë. Dhe ky investim ka nisur diku nga vitet 2015-2016 kur ishte vlera e real estate-it. Kjo është klasa, nëse do ta themi kështu, e mesme e futbollistëve. Klasa e lartë e tyre janë lojtarë të cilët janë lindur dhe rritur jashtë ose luajnë me ekipin kombëtar. Edhe ata investojnë në Shqipëri, sepse shqiptarët, ndoshta si shumë njerëz të tjerë të botës, kanë dëshirë të investojnë në vendin e tyre diçka. Sa ata mund të investojnë kudo. Lorik Sana për shembull, për parantezë, jeton rezident në një shtëpi të rrugës Salës, sipër në Tiranë, sipër si quhet Meduzës, sipër Meduzës, të Duktu, sipër të Duktu, dhe e bleu këtë shtëpi që nga vitet 2012-2013. Që në ndërtime sipër ka qenë investitor se më kujtohet Loriku, se atëherë kemi qenë me të Duktu që po merr. Tani kush është pyetja? Pyetja është që sigurisht që niveli i Gjimshitit, niveli i Uzunit, niveli i Muçit ka bërë investime në një nga kullat e Tiranës. Po flasim Armando Broja, po flasim për futbollistë që fitojnë mbi 1 milion euro në vit. Dhe fitosh mbi 1 milion euro në vit, Shqipëria është një vend shumë interesant sepse është ende i lirë, sepse në Green Coast ti mund të blesh një super vil me 400-500 euro, ndërtime sipër, ose një apartament një plus i shtesë me 300 euro. Merr me 300 euro me pishinë dhe me det. Të ndjes për të gjithë ata që po na shohin dhe marrin 600-700 lekë në muaj. Po flasim këtë segment të emisionit, për njerëz që flasin marrin mbi 2 milionë euro në vit. Qartë, ne duam të kuptojmë se si funksionon kjo industri, prandaj doja të dija edhe nga Elvisi, që e kemi të ftuar që vjen nga kjo industri. Faleminderit. Doja të dija e para, a ka ardhur kjo kategori blerësish dhe e dyta, kjo kategori blerësish a ndikon në rritjen e klientelës të njëjtit nivel se këta janë sa janë caktuar, po ndërtimet besoj janë, domethënë ofertë më e madhe. A ndikon kjo për shembull që të sjellin kolektë të tyre nesër pas nesër? Si ndikon kjo në biznesin e real estate-it? Çfarë më pyet tani? Ka dhe një lidhje tjetër real estate me sportin, sepse duke qenë se në Shqipëri flasim, një pjesë e mirë e pronarëve të klubeve janë ndërtues,
shpeshherë sportistët paguhen edhe me clearing. banesa. Po, kjo është realitet kjo. Atje shumë miqtar që kena sportistë kanë thonë, shqyr të pak që morim një shtëpi nga ndërtuesi se ne kemi prishin gjitha. Është reale kjo gjëja. Mbrapa te këtu ku jemi është një fshat turistik që e kanë ndërtuar dhe administruar gjatë Bishdili. Të gjithë futbollistët e Besës Kavajës që fituan Kupën e Shqipërisë me krye trajnerin Shpëtim Duro 2009-2010 kanë gjithë shtëpi aty. Si ka dalë keq se. Atëherë u mërzishin se i merrshin për kosto 20.000 euro. E po ka qenë larg pamës presidenti. Kjo tregon që janë larg pamës presidentit. Më falem. Tani për sa i Për përket Gjergjit kërkoj falje se në ndërpreu. është i falur Gjergj. Për sa i përket industrisë të sportit. Pra, duke qenë se është shumë dinamike, duke parë dinamizmin e industrisë të real estate-it edhe dinamizmin e industrisë të sportit, pra futbollit. Është shumë industri dinamike, ku lojtarët ndrohen në mënyrë të vazhdueshme çdo 6 muaj, çdo një vit, vinë edhe kërkesa dhe oferta shumë e lartë nga ana e sportistëve për të blerë real estate. Pra, sepse duke qenë se një ekip mesatarisht ndron 5-6 lojtarë çdo vit, ato që vinë prap do blejnë, edhe ato që ikin prap do shesin. Pra, ka një dinamizëm të paracaktuar për sa i përket sportit. Sa më shumë sport ketë, sa më shumë aktivitete sportive të ketë, aq më shumë ngrehet dhe ekonomia e vendit, aq më shumë e ndihmon dhe real estate-in. Për sa i përket pyetjes që bëre, që gjithë ndërtimet që janë në Tiranë, sigurisht kjo është e vërtetë që oferta shumë e madhe sot në Tiranë për sa i përket një person që do të blejë një apartament. Patjetër. Pra mund ta çojë deri në konfuzitet. Është e vërtetë kjo gjë. Pra një person që do të blejë, po nuk që i kanalizuar dhe po nuk që i qartë për zonën që do, është shumë e vështirë dhe unë si agent imobiliar ta bind për aty ku ai duhet të blejë, sepse ka ofertë të madhe sot tregu. Po kjo ofertë ndihet për shumë. Ofertë që madje, më falë Elvisi po ndërpres, ka tejçohet në mënyrë të pa epur dhe mirë bën nga një në rrjetet sociale. Pra ti furnizohesh me këto ofertë, jo vetëm duke parë pallatet, po ti mjafton të hapësh rrjetet e tua sociale dhe ka mira euro në ditë që bustohen, pra paguhen nga agentët imobiliar në meta që t'u dalin njerëzve. Po. Dhe plus njerëzit janë edhe çik emocional. Pra, nuk shohin shumë nevojat që kanë, por shohin dëshirat që kanë. Duke parë dëshirat, mund të humbi diçka që shumë e përshtatshme për to, duke shkuar në një vend që nuk i bën dhe punë. E kupton? Shumë blerës kanë shkuar dhe jashtë Tiranës. Pra, duke shkuar jashtë Tiranës, harrojnë që kanë 2 fëmijë të vegjël, harrojnë që do i sillin pasojë pastaj për të çuar sport, për të çuar shkollë. Pra, i lin një kosto ekstra dhe një kosto ekstra shtesë kohore dhe kosto ekstra shtesë financiare. Kështu flitet për real estate-in, pra, për zotin. Kështu flitet për real estate-in. Pse? Po jo, po kështu flitet për real estate-in, se në çdo emision shoh metra katror, 1100, 1200. Ora ne jemi konsulent, ne jemi matematicien, ndjes. Shumë Je i falur, ta, po të lutem era fundit. Ndjes. Pra, një detyrë e një agenti është që pra shikoj nevojat që ka një blerës i mundshëm. Dhe ta orientoj drejt tregut, se tregu sot për të vërtetës po të bësh gjirën për Tiranë, askush nuk vendos do të blejë shtëpi. Ose sikur ty je një dyqan kucësh, shohësh ditë palë kucë, asnjë nuk vendos ta blejë, është vetëm të shtëpi. Tamam. Ka qenë mirë kur ai Ka qenë mirë. Është vetëm tabela. Kështu që njerëzit i sugjeroj që të gjejnë agent imobiliar të besueshëm për ta dhe të shkojnë të marrin një ekspertizë totale nga AKZ-ja për të blejë një pronë. Sipas nevojës. Sipas nevojës që kanë. Dhe po thash agenti do të jetë i besueshëm, pra do të ketë një besueshmëri të agentit, sepse ka agentë që janë të besueshëm, ka edhe agent pastaj që kanë hyrë në industri për. Nëse më lejon që të ndërhyj, se dhe unë kam pasur shumë eksperienca dhe shumë takime me agent, është shumë e vërtet kjo, që pak herë gjen agent të cilët shikojnë të stabilizojnë ose të ofrojnë atë që ti ke nevojë. Sidomos kur je blerës. Sidomos kur je blerës, se kur je shitës është tregu më shumë që orienton. Se agentët ndoshta nga që ka dhe shumë agent të ri, ka shumë agent të ri të cilët nuk e kanë eksperiencën edhe shikojnë, e shohin realisht tregun edhe këtë produkt në masë që kanë tani, produktin ndërtimor në masë, e shohin si kpucët. Sa më shpejt ta shesësh, më kupton, se iku ose tjetër, domethënë nuk i japin në rëndësinë e dur klientit. Nuk i japin edhe këtë që dëgjova tani nga Visi, është më vërtet e dëgjon shumë rrallë. Shiko, ti je buy agent, domethënë ti je agent blerës apo real estate person që më nuk është e thjeshtë. Po. Ke të bësh me sidomos me një mentalitet ballkane, se ndoshta në vendet skandinave është më e thjeshtë, ata janë më të prerë, i kanë gjërat më të caktuara, duan kaq kanë buxhet, metra katror etj. Në Shqipëri, gjendjet emocionale gjatë procesit ndryshojnë në mënyra
të pashpjegueshme. Pra ti pasi të mendosh për metrat që do individi, pasi të mendosh për vendin, pasi të mendosh për çmimin, duhet mendosh pastaj edhe për bashortën e tij se ku ajo do gatuaj, sepse zakonisht gjinia femërore ka fiksim këndet e gatimit. Duhet mendosh për stereotip. Kjo është absolute, jo stereotip. Në fund ditës është gruaja që vendos për shtëpi. Është gruaja që vendos për shtëpi. Burri ke përballë, gruaja ka Pa vendosur. diskutohet. Shiko, Është qafa që lëviz kokën. kjo është Spiro, të them një gjë, gratë e futbollistëve. Do stand do ndryshe edhe po E di, po ti nuk bën investime në real estate, ti merresh me biznesin. Po se edhe vetë nuk ka bërë shtëpinë vet. Ja kanë Urdhë. ja kanë imponu. Urdhë. Shpiti ka për vetë paktën, e kupton atje. Do të them një sekret për juve dhe për publikun. Gratë e futbollistëve janë shumë agresive dhe nxitojnë të bëjnë investime në real estate, sepse e para njëherë e kuptojnë shumë mirë që këmbët e burrit të tyre kanë datë skadence. Mund të zgjasin 3-4 vite në të tilla nivele dhe pastaj fillon epoka vuajtjes. Dhe ato e dinë shumë mirë që e din gratë futbollistët. e dinë, janë më të zgjuara. Ashtu ë. Janë super inteligjente. Se nuk kanë emocionin. Jo, po ti kur ke në kraj një person që sjell potencialisht 1-2 milionë euro në shtëpi, e ti se i zgjuar bësh apo jo? Se gjëja parë që mendon gruaja një futbollisti, ma besoni është këto lekë duhet t'i ngursoj, sepse burri im ka gjasaj që këto para t'i harxoj me entertainment, po flasim për njerëz 24 vjeç. Sa më shpejt t'i ngursoj këto para, ti lë një 20% zhburrit të vërtetet lart. Fush emrin tim aty ke letrat. Fush emrin tim aty ke letrat. Foli avokati për dalë. Emrin tim aty ke letrat. Dhe nxitojnë të bëjnë investime dhe duan të bëjnë investime në real estate, që në moshën 34-35 vjeç, kur burri i tyre të ketë lënë futbollin dhe të ardhurat nga 50.000 euro në muaj të jenë zero, se duhet bash edhe sinetesës pastaj. Sfida të mos jetë mbjetesa, pasuria të jetë vënë, të jenë vënë këto 3-4 milionë euro prona pra. Se ndryshe kam pas një shokun që luante futboll dhe thoshte, mikën gjithë lekët thoshte. Kur isha 24 vjeç, unë e pija paketën 6.000 euro Malako greke, gruaja pinte 10. Edhe mbaruan lekët. Mbaroi lekët një ditë. Pas ka zgjedh grua të zgjuar si të Jo, gruaja kishte më zgjuar se vetja kisha në po. Ashtu ishte koha. Ashtu ishte hallën. Shiko, kam pasur dhe unë një eksperiencë për këtë që thatë për gratë, kam takuar dikur një arkitekt i cili është nga më të suksesshmit e Gjirit, e zonës në Arabi. Edhe ai ishte investitor dhe konfirmonte këtë gjë. Dhe thoshte e pyeta unë si ku e ke gjetë suksesin, domethënë ku është çelësi i suksesit. Sa me sheikët, tha, çelësi i suksesit është të bësh gruan mike. Se sheiku tha kotësh vetëm atë raportin e parë bën. Pastaj është gjithmonë i paja, është vendos. A kupton? Edhe prandaj tha unë e kam pas kollaj, unë e kam pas komunikimin mirë. Asnjëherë. Për shembull, jeni një prezantim, po marrim një situatë hipotetike dhe vjen burri me gruan. Burri i është nxi jeta. Ka një muaj që shef dhe gjithë kohën telefon, sepse burri shef pallatin, e ka parë planin tim përpara dhe shef çmimin. Kokën e vet e ka nda, po jo, dhe ti futesh brenda dhe prezanton shtëpinë, por është shumë problem ku do shofësh e ku do shohësh. Ma besoni, janë sa taktika prezantimi pra ku do shohësh. Burri ngel atë grus, kujdes, se burri mund të bëhet xheloz. Pra ti gjithmonë duhet të jesh diku në mes të prezantimit. Por ka momente të caktuara që duhet t'i kthesh me shumë ëmbëlsi gruas dhe të thuash për shembull, një taktikë shumë e bukur është këtu mund të ishte shumë i mirë këndi i gatimit. E kupton? Ose po imagjinon dhomën e gjumit, që ajo fillon po ndoshta ka hyrë në botën e shtëpisë. Ajo nuk merret me parat. Gruaja s'do t'ia di për parat. Dhe fati që kemi në real estate është që nëse gruaja tha po, se gruaja mund të ta prishë edhe për një dyshek shtëpinë, po ama po tha po, burri është i detyruar që atë diferencën financiare që nuk e ka ta gjej. Interesant. Ne bëjmë edhe një kështu prezantim tjetër të njerëzve këtu, e marr me biznes i vogël, domethënë ku ka qenë era parë që ke bërë biznes? Biznesi është si përmarrje, ble shetse, ne këtë quajmë. Jo, shiko, në historikun tim jetësor, jam marrë me biznes, po kam qenë një moshë shumë të mitur. Ne kena pas shtëpinë të Tregut Çam aty, shtëpinë e vjetër, ndërkohë që babai punonim për të ngretë pra hotelit, kemi pasja 2 biznese, hotelerie. Shumë zot ata çamt, shumë zot. Ne çam ishim vërtet shumë zot, por ne ishim veçmas, pra punonin veçmas. Ne ishim në kufi me çam. Jo, kemi qenë, okay, shumë mirë kemi kaluar atje. Dhe menim mall këtë çam për të vërtetës, unë dhe vllai im, dhe dilim shisnim Rishitës ju gja. Rishitës. Po pra, Rishitës. Sigurisht ato shkonin në Turqinë atë kohë, se pastaj ndryshuan shkonin në Kinë. Po fillim i shkonin në Turqi dhe menim mall. Çokolata, paketë, një paketë me çokoladë, gjëra, po. Kishte lodra, fornella, shapka, gjëra të tilla, pra. Ne blenim atje, dora parë shiçim aty dhe ky ka qenë
Pra, e para dhe e Gazetimi fundit, i të ardhurave. e para dhe e fundit, biznes pra rrugë, biznes që ka qenë në vitet 92, 93, 94. Fituat lek apo? Po pra të kohë mirë ishte. Pra të kohë mirë ndjenim, nuk si mbanin vete e merë të shtëpia. I dorëzonim shtëpi. Si ato zbullëristin Ishim shumë të vegjël për t'i mbajtë vetë, i dorëzonim shtëpi ato. Gja për shkollimin tuaj në të. Jo për shkollimin tonë, në fakt investonim tek pronat që po ndërtonin, se babai ka pas shumë punëtor dhe ndërtonte në atë kohë, dhe gjithë të ardhurat familjare apo Do keni ndërtuar tel Europën atëherë. Po, kemi ndërtuar tel Europën, ndërtim pa lek ka qenë fillimisht, po që siç ndërtonin gjithë vitet 92-94. Po kam punuar dhe vetë personalisht, po. Unë me meqin gjimnaz punoj edhe turni tret. Po kam punuar një vit. Recepcion, ndihmoje. Sepse ka qenë lufta e Kosovës në atë kohë. 99. 99. Dhe atëherë për shkak se erdhën gjithë kosovarët në Tiranë, u dynë edhe gjithë mediat e botës. Dhe i duhet dikush që të flisë anglisht, por në vitet 99 ishte vështirë gjehet dikë që të fliste anglisht. Ka qenë shumë e vështirë për vërtet për flas për standardin e turit 3. Edhe italisht ashtu kohë. Edhe italisht kishim mësuar nga televizioni dhe anglisht, të dyja. Dhe u detyrova të punoj një vit sepse prisja përcjellë gazetarët nga gjithë bota. Sepse vinin dhe u merreshin me gjithë aktualitetin në terren. Ndoshta shumë e kujtojnë, por shumë edhe nuk e dinë. Por se edhe shkollohesh gjatë. Po, edhe shkollohesh gjatë ditës. Ndoshta prandaj mungon ai shumë se rrinte pa gjuhë. Orë e parë. Jo, isha prezent gjithmonë. Isha prezent. Ndoshta. Turni treti vështirë. Shumë pak e mban mend, po ka qenë një dyndje gazetarë nga gjithë televizionet e botës që ishin zonë sepse Shqipëria për vjet vërtet ka pas shumë mungesë hotelerie dhe ka akoma sot mungesë hotelerie. Atëherë ka qenë skandal për ato lloj dyndje. Skandal fare. Pra, në mbaj mend atëherë na flenin gazetarët të kompanive të mëdha, CNN e kështu, na flenin nëpër korridore. Çfarë? Domethënë po. Divanet që kemi pas një hall aty në hotel, kishin 2 divane, thonë të lutem, të flenin nëpër, nuk kishte hotele. Shqipëria edhe sot po të dynden Se sot. po të hotel, sepse i shkoj minja babait bëj hotel. Sa hotel, 92 njerëzit. Domethënë Restorante kërësisht, atje kam pas, te kafe, kjo s'ka, na shpjegoi Xharo për shembull një miku jon që pagoi 300. Ka qenë vizioni atit. Ka qenë vizioni atit se fillimisht hapi 3 garazhe. Pra, hapi një strukturë të vogël me 3 garazhe. Çfarë thua? Po, ka qenë makina që ti në thënjësh, po. Domethënë, babai im ka qenë administratar të partë Partisë Demokratike, pra për ndryshimin e sistemit. Po. Pra, pasi u mor pak kohë në aktivitet politik, më interesoi më shumë puna. Pra, e la aktivitetin politik dhe filloi ju fut punës, ishte punëtor. Okej. Ju fut punës dhe fillimisht filloi ndërtonte tek ish pronët e babait vet. Pra, i dha akses babait vet, se nuk ka qenë ky koncepti i zaptimit, shkollë të zezhet toka. Dhe këtu ku kemi broterin pa lekë, ka qenë toka gjyshave tonë. Okej, pale po themi pale ndërtimi. Pale ndërtimi, Por nuk këtuja. ekziston në tonë tokë. Toka ishte jona domethënë, nuk ekziston tokën diku. Dhe fillimisht hapi një strukturë me 3 garazhe të parën. Por dhe fillimisht fusim 2-3 makina që kishin ardhur atëherë 91-92 nga jashtë, që donin të parkoheshin për siguri me pagesë. Në një moment thot babai jo, thot do ta bëj një vilë të vogël. Them në aman, them në shtëpi se na le tash i rahat, shijojmë këto 2-3 lekë që fitosh për ato që shumë. Visi ka pas më shumë lekë se ne atë. Gjithmonë ka pas lekë. Gjithmonë ka bërë si Po jo, do ta shpjegoj se arsye pse ka pas më shumë lekë. Ja komplet. Do ta shpjegoj arsye pse ka pas më Po shumë sot lekë. ka më shumë energji, dhe shikon. jeta. Do ta shpjegoj arsye pse ka pas më shumë lekë se ju në atë kohë. Dhe vendosi të hapte një vilë të vogël. Okej, sigurisht që vila do bëhet me kontributin e gjithë familjes, pra unë, vllai, babai, mamaja do punonim aty të gjithë, sepse nuk u bënte ndryshe, nuk ka pas atëre punëtor apo punë vullnetar familje, pra. Kjo është Gjithë familje. nga çam. Nuk ka pas atëre Ka qenë çam që bëj që na. Po është ndikuar nga ata. Nuk u vila, mbasi u bë vila, janë shumë i qera një kompanie që është sot shumë e Para famshme, hotelit që Glaxo. mohabet. Para hotelit. Një ka qenë një kompani shumë e famshme që është sot Glaxo. Glaxo, po Glaxo. Glaxo. Glaxo, firmë farmaceutike. Po, ha. E ka marrë me qera, ka marrë gati një vit. Marrë një vit, paguan një qera ato, ka qenë $400 me sa më mund për kohën, po. Po jo me pagunte, Glaxo pagunte. Po xha mirë, se nuk ka pas ndërtesa atëherë të reja. Po flasim për vitin 92-93. Real estate i pastër. Real estate, po, vini dhe kanë pra dorë një godin mes Tiranës, që ishte kjo pra. Mbas kësaj, babai e çoi një ditë. Shiko, këtë histori tjetër, sepse tek tregu të Shams, këtu jemi mbas tregu të Shams. Në tregu të Shams kemi pas një shtëpi të vjetër, ku sistemi totalitar e kishte marrë dhe kishte dhënë një familje tjetër për banim, pra. Prosinë e kishim ne, po ato kishin marrë për banim. Ishte deklasuar ju. Po, dhe kur erdhi në 90 ato hikën dolën vet, për vërtet ishte një shumë të mirë. Dolën, ë? Lirun, po ishin koshet ato, por që nuk e kishin pronën e vet. Dolën, u larguan. Se s'ndodh shpesh kjo gjë. Nuk ndodh shpesh, po ato e bën këtë gjë. Bravo. Te ne ka ndodhur kjo gjë që ato u larguan vet, nuk patëm nevojë të nxjerrin ne.
Dhe shtëpia ishte rënuar dhe babai, si për katit parë, ndërtoi dhe një kat tjetër, cili me kthym hotelin e parë, pra ka qenë hotel Cleudiana. Cili pastaj që robi shtesave, vetëm shtesa. Po, bëri këtë. Si për marrë si kohës. Në atë kohë, ka qenë hoteli vetëm ka qenë 15 kaçi, dilim në të 15 kaçi, merrnim klient, i sillim te ky hoteli vogël, po nuk ka pas rrjetë sociale më. Pra, viti nga 15 kaçi, një turist, gjente hotelin aty, nuk e gjente dot, do të shkoje. Çoje më shëndetje. Dhe kishin 3 dhoma aty ku funksiononin. Po këto dhoma filluan duke u mësu dhe u lidhen me ato taksistë që ishin te 15 kaçi, na sillshin dhe ishin gjithmonë plot ato të treja. Kuptoi babai që hoteleria kishte fitim. Dhe këtë vilën një kaçe, mbas një viti, prishën kontratën me Glaxon. Okej. Dhe të bori fillon ndërtimin e ri të hotelit, ka qenë vitin, mos e gaboj, 93, se tash edhe me vitet mos jam fiksi sakt, vitin 93 ndoshta kemi filluar ndërtimin e hotelit 92, fund 92, fillim 93, filluam ndërtimin e hotelit. Morëm dhe kredi bankare në atë kohë. Që atëre? Po, që atëre, dhe kemi dokumentat aty që kena marrë 40 sa milion kredi bankare të Banka Shqipërisë. Spiro, biznesi jot i parë. Atë biznesi im i parë edhe unë si... Ti ke lindur në Greqi apo në Jo, unë kam lindur në Tiranë. Po. Edhe deri në moshën 7 vjeç kam qenë në Tiranë. Okej, qëndërisht 7 vjeç. Po, në 92-shin dhe unë. Prandaj flet shqipe nga fëmijë. Faleminderit kunat. Në 92-shin u largua familja, largova dhe unë. U larguam, u rrita në Kavala. Dëshimi ishte shumë i madh atëherë. Dëshimi ishte shumë i madh. Shikoj, nuk e mbaj mend shumë, se kam qenë shumë i vogël me thënë vërtetën, edhe unë në kujtesën time kam memorie nga Shqipëria, por pasaj adoleshencën, familjen e kam gjithë në Greqi. Ka pas racizëm? Jo, unë të thënë vërtetën unë nuk e kam dirë. Unë ndoshta nga që kemi qenë dhe herët, ose ndoshta nga që... Për qenë familje? Po unë nuk e kam dirë racizëm në Greqi. Do me thënë jam rritur me ata, kam edhe sot që flasim shoqëri atje, shumë shoqëri, miq shumë të mirë, të cilët her pas here unë shkoj për vit që i takoj. Që dy realitete komplet ndryshme, një shoqëri, një familje në Shqipëri mes Baltës dhe Tullave dhe një shoqëri për 91-shin, 92-shin. Dhe një familje në Greqi në një gjysmë komoditeti apo jo, ka qenë shumë ndryshe se dhe unë diferencat nisa t'i shikoja më vonë kur u rrita. Kur u rrita dhe kur nisa duke u kthyer në Shqipëri, se normalisht kur jenë mosh rinore, kur je adoleshent, sado që vinim, që vizitonim, prap nuk e kuptoje diferencën. Kur vije pastaj 98, 99, 12 vjeç, 13 vjeç. Po atë kur vija, akoma ishim adoleshent, mua akoma më pëlqente se shkoja flia te Çuni Xhaja, se shoku jote, kupton, këto kisha emocion. Por atëherë më dukesh e këndshme, nuk shikoja si problemet e infrastrukturës së Shqipërisë. Është ajo që folim, ajo mosha 10 vjeçare, dhe për mua atëherë kur vija nuk shikoja problemet e Tiranës. Përkundrazi më dukeshin bukur gjërat. Malli. Por pastaj më vonë kur u ktheje, atëherë shikoja diferencat, po nëse unë kthimin nga që unë mbas Greqisë kam kaluar universitetin e mbarova në Maqedoni, edhe mbas Maqedonisë më kthyer në Shqipëri dhe pata një ballafaqim, domethënë atje prezantova dhe me shqiptar të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, edhe ajo më ka bërë shumë mirë. Tetov, ka qenë në Universitetin e Tetovës. Po, Universiteti i Evropës Lindore në Tetov. Dhe atje më bëri shumë mirë ajo pjesë. Unë besoj se atje, nga që nuk u prezantova vetëm me Tiranën, nuk u prezantova siç ndodhte rëndonte edhe ti mos dije çfarë ndodhte për rreth pasaj, dhe më pëlqeu ajo gjë. Më pëlqeu realisht pse se krijova një rreth shoqëror shumë të gjerë, domethënë nga Maqedonia, Kosova, Shqipëria. Dhe pastaj kthimi në Shqipëri ka qenë kështu siç e folëm, domethënë nuk ka qenë me shumë kollaj, pse se kur u ktheva normalisht shoqëri nuk e kisha shumë shoqëri në Shqipëri. Kisha më shumë shoqëri në Prishtinë, edhe në Shkup, se sa prej studimeve. Po, se sa këtu. Dhe kur erdha, dyshimi i parë ekzistonte, vitin e parë kur jam kthyer atëherë me ndihmën e familjes pasaj. Ka ndihmuar dhe Kunati, siguri për këtë. Se ekzistonte Kunati. Sa ishte pikë shqiptar, nuk ekzistonte Kunati atë. Atëherë nuk ekzistonte. Ai është pikë shqiptar. Dhe atëherë ndihmën me propozimin e familjes që u ktheva, dhe u mora, ka qenë të biznesi i parë që kam bërë, ka qenë sofrariut. Sofrariut. Po, daja im ka qenë pronari sofrariut, atje po nisa. Do me thënë atje nisa si manager i Sofrës, restorantit. Po, dhe ka qenë shumë... Pa është vend shumë i mirë, ka shumë militare, ka qenë shumë shaka,
Se Bëjnë dhe këta eventet tuaj, të që bëjnë. Se kur më bindi atëherë që të Po kthehesh. çam mbajmë për bizneset të fuqishme. Kur më Se dhe ai bindi, sofrës ariut çam është. Ai tani apo jo ai daj. Jemi Sa e vogël është Shqipëria, Baxhenaku im ka punuar arkitekt i Sovosariut. Gent Herri, po. Përshëndesim. Përshëndesim Gentin. Po. Dhe shumë e vogël Shqipëria si dalim Shumë. rreth. vetëm ka grënë. E kam vetë Gent, po çfarë. Shumë arkitekti mirë dhe shumë çuni mirë. Edhe që thua ti, ka qenë shumë e bukur, pse se mënyra si të më binte ishte tha do nisësh menaxheri i mëngjesit. Thashun, ç'është kjo menaxheri i mëngjesit? Po, më tha, do nisësh ta që në orën 8 të mëngjesit, 8 ti je këtu. Ti shtat flie. Pastaj në drek sa i Spiros ju përmbys bota. dhe Shtat unë flie. ç'është kjo, i thashun kaq shumë mëngjes. Po ti tha kaq vite sa ke dëgjosh mëngjes, do të mësohesh të dëgjosh mëngjes. Menaxhosh mëngjesin Po, tonë. dhe nga atje pasaj hapëm nuk është zati shumë, janë 5-6 Nuk muaj. zgjoj do të ka shkollaj. 5-6 muaj. Jo, përkundër, atje bëra trajnimin e mëzimit, pse se pas 5-6 muajsh hapëm zyrën e real estate-it në Këtë që më Fark. the. Po, që nisëm pasaj u morëm me real estate-in e Farkës. Normal se para nesh gjithë. Nga Farka në Dajt, morëm dhe me Dajtin, kam zyrën e dytë e kemi pas te komuna Linzës. E keni që përpara për kohën. Ë? Përpara, pak përpara për kohën. E baba i investimit i ka bërë shumë përpara, shumë përpara për kohën. Sepse mendoj që real estate do ishte më mirë të mos postohesh shumë nga qendra për ato vite. Po. Pra ishte më mirë të investojë në qendër, kthimi ishte më i shpejtë dhe më i Sa sigurt. vila në Vishnjë që shkohet për 5 minuta, aso kohë shkohet për gjysore, me Ka me. qenë, atëherë nuk ka ishte qenë fare kjo kështu, rruga vetë autostrada, mëshme, ka po, qenë rruga që i bie nga E Krabës. Po, ajo rruga vjetër, pra. Po. Një rrugë e keqe tash janë shtruar, po domethënë shumë vizionar për kohën, pra. Shumë vizionar për kohën, por nëse do kishim bërë një punë pra me konsulent financiar, duhet investonin më pranë qendrës, ku kthimi i investimit ishte më i shpejtë dhe pastaj të fillonin hapjen, siç ka thënë sot hapja. Po çdo gjë sipas kontekstit të kohës, se nuk është se Shiko, ka patur atëherë kaq shumë konsulencë. Nuk ka pas konsulent, edhe sot ka shumë që nuk i përdorin. Po, patjetër, Madje po, patjetër. firmat e ndërtimit nuk marrin as konsulent imobiliar, as konsulent financiar, Është e vërtet. as konsulent, A as çet jurist. GPT thapin. Pra nuk marrin, pra shohin edhe vizionin e vet. Në fakt investitorët më të mirë që janë sot, po themi që janë dhe ato që quhen oligarkët, kanë stafin e vet, i cili drejtojnë të Sa më divizionin. strukturuar ti jesh, aq më Sepse edhe sot po të shkosh në periferi, blesh tokë, do blesh tokë, toka dalin 3 kategori, jeshile mos bëjmë tash kështu teori këtu, të jeshile të verdha të kuqe. Ço s'di bën tokën jeshile, duhet të jesh se s'bën investicion strategjik, shkosh do bosh për ta kthyer tokën të kuqe. Pra ndjekësh nuk nëse do kanalet vlen e shumë. dhura për ta Se edhe kthyer sot në rentable. periferi ka toka të lira, por jo të vërtetës. Po të shkosh të shohësh, jemi prap disa vite mbrapa përse i përket pagesave. Por a ke forcën ti si investitor ta kthesh kthesh atë në ato? rentable si. Jo, prap nuk është njësoj. Prap nuk është njësoj, pse se të paktën tani që po flasim, siç e the edhe ti, janë kategoritë ndara dhe investitori sipas asaj Po frymëzimit atëherë vet. thuj që s'kishte bën, asgjë. se ekzistonte. atëherë ka pas një problem tjetër shumë themelor dhe unë prandaj po ta them që nuk e pata shumë vizionin personalisht, dhe ai për shembull e ka bërë, se ai është ka një nga komplekset që ndërtojnë Fark, ka të vetin dhe e investoi atëherë, i bleu pronat që bëri studimin. Por po ta them, unë nuk e pata pse, se unë detyra ime ka qenë të merresha me dokumentacionin e pronave. Që atëherë ka pas një problem gjigant me dokumentat e pronave. sigurisht, Vazhdo vazhdon tjetër, dokumentat, vazhdon vazhdo të me mbarë. blefare pra. Dhe Pra, pikërisht po ashtë flasim njëri për- të gjithë trëmbeshin nga ajo, dhe akoma më shumë ka qenë me qendrën e Tiranës. Pse? Se në periferinë e Tiranës, siç flasim Farkën, se thash, Jashtë zonës verdh, ajo zonës verdh. ishin gjërat prap disi pak më të ndara. Tirana Do të ngjita thënë, me VKM? Ai me vërtet nuk kishte letrat aktuale, kishte letrat vjetra, po dhe prapë pronën e kishte të vetën, nuk kishte zaptime, kurse në Tiranë ishte një tmerra, u kupton, ai dikush kishte zaptuar, dikush ishte pronar i vjetër. Nëse Kështu kjo është që- problematik që ka i shoqëron çdo lloj problemi, zhvillimi por të Ka ndodhur shpesh herë pra tokë, kur thonë tokë Realitetin babes, tonë. tokë e vjetër, tokë e Po, madhe. po. E para ka një problem të madh pra për zonat. Që ose duhet të ishte kthyer nga Agjencia e Kthim Kompensimit të Pronave ose Agjencia e Trajtimit të Pronave sot. po. Po dhe sikur ta kthente, nuk kthehen tokat që janë dhënë me 7500 ishja me AMTP, Pikërisht, ato apo përjashtoheshin, po. pronat të cilat kanë proces legalizimi që janë në shtëpi aty, Po, po, apo po. ka vepra Të rëndësisë lartë. të rëndësisë lartë apo dhe të rëndësisë të ulët, pra që mund të jenë shina akurudhore, Është një ndërmarrje problematik që nuk shtetërore, nuk pra, është nuk e zgjidhim dot, nuk kështu e bën dot. që Çështjen e këshillimit. Patjetër ne që gjatë proceseve të marrjes pronave dhe listimit tyre ne japim dhe këshilla që i kena të integruara si paketë, pra ne nuk paguhemi për këshillimin tonë, është integruar si pjesë e paketës, ku në fund ditës po shitëm do morim përqindjet tona. Po para një javë mora një apartament për qirajsh në Tiranë. Okej, nuk mund të jap dot më shumë detaje në kuptimin e mirë të fjalës, edhe çon si ka, si përfundimi thash që shikoni ndoj që vlera është diku te 800 euro në muaj, thash.
investuar mirë, por pra ca pallati ca probleme, fuqia vlerëse, kati etj, i bëra një lloj analize. Po unë them me një mitha se ne kemi bërë këtë. E lëm një mitha dhe pastaj se më thënë negociojmë. Okej, unë nuk e shpjegoj dot klientit që një gap për 20% mua nuk më lejon të bëj prezantime, prona ftofe ti mërzitesh etj, çon si ka. Tani me qenë se jemi në epokën e teknologjisë, kam gjetur një mënyrë që her pas here këtë analizën që unë ja u jap me gojë, ja u fus edhe në ChatGPT, në inteligjencë artificiale dhe ja u nis 99% të rasteve për kompra, sepse ChatGPT-ja është një ekspertizë të njerëzve profesionistë. Informacionet e përgjithshme që janë dhe nxjerr dhe ne jemi në këtë nivel të ekspertizën paktën ta bëjmë, mund të çdojmë gjëra të tjera. Dhe ChatGPT-ja kështu thoshte për këtë arsye që më the bla 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 bla. Mendoj që prona mund të shkojë nga 750 deri te 850 euro, sa ajo është më elegante në mënyrën si flet, do të çik kapsir. Po siç e kemi them, po ta çoj edhe këtë i them unë, no problem. E lexoi, ishte sfinja 2 minuta dhe pastaj shkoi dhe tha, s'ka problem, lëm një minë thon. Pra këshillimi në realitet e ballkanase, se gjërat ne duhet i trajtojmë gjërat me rajone, jo detyrimisht me kombe përkatëse, është pak i vështirë. Themi të gjithë me skepticizëm nga ai që është pritsi këshillimit, përgjithsisht se jemi mësuar me këtë lloj ne më shumë duam të kemi njerëz që të na dëgjojnë se sa të na këshillojnë. Themi të gjithë vërtet për industrinë e real estate-it. Industria është industri e re për Shqipërinë. Patjetër. Madje nuk ka shumë kohë që ka dalë ligji posaçëm që ku agjentet e po licencohen, shumë e re është. Shumë e re si agjenci. Sigurisht edhe kjo që sa po tha Gjergji, procesi nuk paguhet, sepse kështu është dhe me ligj, pra ti paguhesh vetëm kur kryen transaksionin. Por ajo që ndodh në tregun shqiptar, pra se këtë treg kam arrit të prek dhe të njoh, është që duan njerëzit të shesin shtrenjtë dhe të blejnë lirë. Ekstremisht. Ekstremisht. Parim edhe mund të. Pra, për një pronë të vjetër duan shesin double price dhe të blejnë një pronë 3 me gjysmën e çmimit duan shesin këtë. Pra, kjo ndodh. Po sigurisht kjo të kërkoj kohën e vet të stabilizohet. Stabilizimit, siç ka kërkuar kohën e vet. Se më thash unë jam i ri në këtë industri, kam afër një vit që kam hyrë, por ka njerëz që kanë punuar për 10-15 vitesh në industri, edhe kur kjo nuk ekzistonte me ligj, ka njerëz që kanë punuar dhe ato kanë bërë pjesën e vet ku njerëzve i kanë pra duke bërë reklama, duke folur, duke komunikuar, duke dalë në treg dhe në terren, ku njerëzit e kanë njohur si industri. Dhe do vi një ditë ku njerëzit do shkojnë marrin ekspertizë specializuar tek agenti imobiliar apo tek ndërmjetësit e pasuritë paluajtshme. Se mua më pëlqen ta them ndërmjetësit e pasuritë paluajtshme. Sa agenti imobiliar duket sikur jetë diçka që i lëvizshëm. Ndërmjetësi diçka më qëndrueshme dhe më. Po mobilon apartamente, jo sikur i shet ato. Termi nuk di pse ka ngel, është term i huazuar në fakt. Agenti imobiliar nga italishtja. Italishtja, anglishtja, por termi i saktë është ndërmjetësues i pasuritë paluajtshme. Spiro, bira dhe sporti. Kam lexuar një informacion para një jave që në Munich, ekonomia e qytetit ndikoi, sidomos birarit e tjerë, klubi Bayernit Munich ndikonte në një xhiro prej 5.4 miliard dollar. Jo vetëm në Gjermani, por duke qenë se bira lidhet me tifozërinë. Ka një lidhje të pashmangshme. Ka një lidhje automatike, dihet e sapi, domethënë të gjithë tifozët. Dhe se bira është në më të lirat për alkool, edhe. Shikoj, nuk është ashtu ajo. Nuk është ashtu. Është më kështu më chill. Është më chill, është më shpesh të sjellë dhe më afër, domethënë është edhe më popullore. Është popullore. Është më popullore se sa e lirë. Po pra, kryesorja kjo është çmimi. Shiko. Shiko. Se ti nëse do të jepsh barkut me nëse do të jepsh një gin tonic dhe i birën stadiumet një dishmë, këtë merrje. Pa birën do merrje. Atje po se branduar mendja ime që bira shkon në sport. Shiko, ideja është kur nisin me bira. Edhe gjithmonë është e lidhur. Do njëherë mbaron me birën, Ti e di gjë shumë mirë që domethënë sidomos Champions League ka bërë dikur një promocion picat mërkurave, bira dhe picat mërkurave. Dhe neve kur kemi qenë në Greqi, talleshim me ato ekipe që skualifikoheshin në Champions League, që thoshim ti s'to hash pica dhe s'to pish bira mërkurave. Se shoqëronte sportin. Do t'ju tregoj një kuriozitet që mbaj mend vet. Në vitin 2000-2001, mos gaboj, ka luajt Shqipëri-Angli në mars 28 mars 2001. 28 mars 2001. Pra kam qenë stadiumet kanë para të ndeshit. U fund dritat për të parë sa gjynaf të rrugës. Shumë shkronik në kozësh atë më. Po duhet ta lidh këtë gjë me biznesin. Në tifozëria angleze, në atë kohë që kanë vënë dritat. Në tregon pak këtë histori. Shumë pak më do ta them këtë, është shumë e bukur. Shumë pak e mbajnë mend, por është e vërtetë. Dhe kur ta them do të kujtoj. Tifozët anglez kishin zbarkuar një natë përpara në Shqipëri dhe të nesërmen kishin mbaruar gjithë birat e Tiranës. Në Tiranë nuk gjehet më bira. Në vitin 2001, kush ka memorie të fortë e mban mend që gjithë sheshi. Që tregon sa pak bira pinë. Gjithë sheshi
përpara stadiumit ishte mbush me edhe kanaçe Shqipëria birrash konsumon. dhe të gjithë birrat e lokaleve nuk kishte më furnizim sepse nuk ishte projektu Shumë gapi për të balluar atë lloj tifozërie që pini nga 3 Edhe euro për finalen e Europa dhe kjo Ligës bën se sens ndodhi një sepse- gjë kjo me bën sens sepse- holandezët, me Eindhovenin. E njëjta gjë. Po. Feyenoord Roma. Po ka qenë më përgatitur Shqipëria Me përgatitur e këtyre Shqipëria. viteve, sa atyre Ja, viteve. Visi ka drejt sepse atë ditë kanë ardhur në Tiranë 4200 anglez, numri sakt që kanë zbarku brenda ditës dhe imagjino që me një mesatare për 10-15 bira secili minimumi në 24 orë, u janë dashur 60 deri 70.000 shishe bire që përkohën ishte e pamundur ta furnizoje Sa për aty 24 lokali orë. ishin pra. Nuk mbaruan gjithë birrat dhe nuk po gjenin më. Unë nuk e di sa e vërtetë është, do them një kuriozitet tjetër, që para 5 deri 7 vitesh është propozuar Federatën Gjermane të Futbollit që pushimin e ndeshjes të ishin jo 15 minuta, por gjysore për shkak sepse 15 minuta është pa mjaftueshme që ti të konsumojë një birrë. Nuk e di sa e vërtetë Sa është të kjo, po e shkoje, marrin ta si merje dhe të vije. po Humbet marrin si ndeshjen. skup kët, po kështu ka qenë në vërtet. Domethënë nuk e di ka qenë në vërtet apo jo, po ta them si skup. Matematikisht. Do zoti e bëjnë. Duhet Do shtrimin zoti e kohën bëjnë e tani. pushimit, gjë që nuk u bë sepse bite ndesh edhe me Po, me gjithë rregullat e me futbollit. rregullat e futbollit edhe qoftë fizionominë e lojtarëve që mos ftoheshin shumë se kështu arsyetu, por u propozu për të pirë një birrë më shumë, u propozu sepse këtu hyet edhe domethënë interesat financiare, po diskutojmë, no, sepse Ja thash unë çunave. konsumosh Në Shqipëri një birrë për çdo tifoz është goxha e lartë. Në Numri i të Në ardhurave. Shqipëri Serbi që u lut ndeshja mund të jenë shpenzuar 1 milion euro bie dhe hot doga nga stadiumi, 20 veta. Si Po ka qenë një propozim i tillë që nuk është pranuar. Gjermania ka dashur ta bëjë para këtë gjë. Sido që të jetë, unë duhet të ndërhy pak, se okay, këto janë historit, unë duhet të ndërhy pse? Se sa i përket Pans Microbrewerit, që është edhe punishte e birrës që neve prodhojmë. Ju punishtën e keni në? Neve punishtën e kemi momentalisht në Paskuqan dhe po bëjmë spostimin, se po bëjmë dyfishimin e kapacitetit, edhe kemi marrë një ambient shumë interesant, që është një ambient, një tunel i vjetër i kohës së verit, të cilit të transformojmë në Shtetëror. Jo, është i privatizuar, neve po e blem nga privati. Po e bleni. Dhe Me kë po negocioni që po e bleni? Jam Ndërmjet. Jo, kemi gjetur pronarin Okej. direkt, se ndërmjetësi eksperiencë ishte këtu. Jo, dhe po bëjmë po ndërtojmë një stabiliment ku të bëjë pritjen e njerëzve, domethënë pritjen e vizitorëve, pse? Se bira që po flasim është bira artizanale. Domethënë duhet spostojmë totalisht vëmendjen tonë nga bira industriale me birën artizanale. Në Shqipëri konsumohet shumë birë. Në Shqipëri konsumohet dhe shqiptarët e konsumojnë birën. Problemi që ndron te tankohem edhe unë pak tani, te taksimi, te aksiza, duke qenë se produktet vendase, bira vendase, dhe sidomos akoma më shumë ne që jemi bira artizanale dhe duhet hymë te produktet artizanale, neve taksohemi njësoj me birat industriale. Gjë që akoma dhe në Malzi dhe në Maqedoni, kudo, nuk ndodh. Do me thënë aksiza për birat artizanale në Malzi dhe Maqedoni është zero. Është vërtet që edhe këtu duhet të shpenzosh shumë marketing? Shiko, unë mendoj se marketingu më e mirë është produkti vetë. Vazhdon ta mendosh të gjë. Po unë, do me thënë, atë bisedë, se unë nuk jam drejt për drejt ai që prodhoj birën, ortaku im, një nga ortakët tonë e mi është zënë me pasion të recetat dhe të gjitha të prodhimi i birës. Sokoli, po, e Përshëndesim Sokoli. Përshëndesim Sokoli, po më ke fal drejtë se unë dëgjoj gjithë njerëz që duan të pinë Stella Aqua, për shembull Stella Aqua. Pikërisht. Ka s'ka reklam televizor. Pikërisht, nuk është. Jo, Edvin, reklama është agenti. Okej. Hym në kategori tjetër pasaj bisede. Por nëse është bira e mirë, mua më kujtohet se edhe bira Puka, që është nga të parat artizanalet, që gjimi. Po, Puka. Dhe ne kemi bërë dhe shoqatën pikërisht për atë gjë, kemi bërë për të mbrojtur produktin artizanal shqiptar. Pse? Se bira artizanale shqiptare nuk po stimulohet, nuk po më mbështetet aq sa duhet nga shteti, dhe momentalisht neve shikojmë që njerëzit, sidomos turistat, i vinë të gjithë me informacion shumë të saktë për birën artizanale nga vendet e tyre, si Italia, si Belgjika, si Hollanda, si kudo, më kupton, edhe nga Serbia, edhe nga Maqedonia, nga do, kanë shumë informacion për birën artizanale, pse? Se është një trend në rritje, super rritje në gjithë Europën, kurse këtu te ne vendasit shqiptarët nuk njohin. Dhe neve prandaj kemi hapur te Taprumin, që është një nga lokalet që kemi në Tiranë. Po, shumë i mirë, është afër stadiumit Dinamo. Po, kemi hapur Taprumin kryesisht. Kemi një 7 spina birash me. Kemi 15 për atë punë. 15. Por puna kush është? Atje përveç shitjes neve neve nuk shesim vetëm produktin tonë atje, shesim edhe birat e tjera artizanale. Pse? Dhe vetëm artizanale. Pse?
pse Çdo vend artizanalit. Heineken nuk është artizanale Jo, për shembull? është industriale. është Bas unë se di. Ka konservant, ka njësoj. Industriale është një birë e Korça cila për shembull është furnizon gjithë lupus, botën. e ndryshme jo, ka as Korça, edhe aroma Korça është mungesë. industriale. Industriale. Shiko, do t'jap një shembull shumë thjesht që unë me të mia t'ja jap njerëzve që nuk din. Është unë ndaj të qumshi freskët edhe të Parmalat. E kuptova. Do me thënë, ai Parmalat deri 3 muaj në. Qumshi ta sjell ai fshatari që ta vit ta sjell Jo, të qumshi shtëpisë. freskët që ti do të Po, dish po, atje, e po nuk kuptova. e bleve brenda javës sikur ai do të ashtu. Dhe është e njëjta gjë. Do me thënë, ky është një produkt i cili është i pafiltruar, i papasterizuar, dhe ky është standard absolut për birat artizanale. Dhe nga momenti maksimumi bëhet kur në dekantimin kur bëhet një filtrim, vetëm ai mund të lejohet, kupton? I cili mban sa më shumë maja edhe ty të jep mundësinë që mos të fermentojë. Përndryshe ky si produkt, të gjitha vlerat që ka Malti, Elbi, gjitha vlerat e produkteve asortimenteve që ti ke brenda birës, ti arrin të marrësh vlerat nga ato produkte. Kurse bira industriale është një birë e cila është dhënë kam kategorizuar te kjo shije dhe mbasi bëhet ky proces i parë që bëhet edhe te ne, ai stopohet me filtrim pasteurizim edhe pastaj ajo. Bira ka qenë një nga marketimet më të fuqishme Champions Liga ka pas përdor. Gjithmonë. Pra bjem dakord që bira është simbol i sportit. Është simbol i sportit, por në mënyrë të habitshme, kontrata e parë e marketingut Josep Blatter, që më pas u bë president i FIFA-s për 50 vite, fillimisht ishte një antar komiteti thjesht ekzekutiv i FIFA-s, i 12 dhe merret me çështjet e marketingut. Po flas vitet 60, 65, zvicerian. Shumë i zoti, ishte i vetmi njeri i shkolluar. Ata vinin gjithë nga bota e sportit, i merrin vendimet. Zvicerianët siç i futët. Po jo, ata të gjithë i merrin vendimet me këmbë. Ky merrte me duar, sa ata derdhe futbolli kishin qenë. Edhe kishin një $60 në arkën e FIFA-s gjithsej dhe organizoheshin këto kupat e botës. Po ishin të gjitha në varësi të vendeve të tyre, pra prandaj aso kohë vendet që organizonin turneun ishin dhe favorite, se pagunin lekët, bënin presionet, bënin gjitha. Dhe kontrata e parë që u bë me Coca-Colën. Coca-Cola ka qenë sponsor i parë zyrtar i Kupës së Botës, Coca-Cola dhe Adidasi. Këto ishin dy kontrata që japën rrugë pastaj në makro, pastaj në Champions League u fut Heineken, u futën bira. Lejsi, patatina. Lejsi. Tash, besoj që jemi drejt fundit apo jo, se ti je me në Po, para se të çu dua thjesht bëj një analogji Ha. me vendet jashtë ku kam jetuar dhe me këtu. Sa herë ka pas në një eveniment sportiv lokal jashtë, në Londër për shembull, ndoshta shumë larg për ta krahasuar me neve, po gjithë birarit, gjithë pubet mbusheshin plot. Nuk kishe vend. Edhe këtu është. Nuk më duket kështu, do. Shikoj, di pse- Çalon këtu tek ne që ku ndodh një ndeshje Tirana Partizani, pubet mos t'jenë duke ndjekur atë. Do ta shpjegoj unë. Birarit mos t'jenë Do- duke do- ndjekur. do- Pse biraria e Spiros, Taprumi, e Spiros dhe bashkëpunëtorëve të tij, pse ajo birari mbushet më shumë nga të huaj, se po të vesh aty ka më shumë të huaj. Pse nuk vendasit nuk e përqafojnë të që ne e bram dakord, më lutem e duat Spiron. Po nuk ka, jo se e zgjidhu këtë punë. Dakord, në rregull. Fal koleg, por më ndër ta mbaroj të lutem. Pse vendasit tan nuk e kanë përqafuar këtë që ne ram dakord që është simboli i shoqërimit sportit. Të parit sport në Shqipëri është i lidhur ngushtë me edhe në botë, po sidomos Shqipëria është i lidhur ngushtë me lagjen. 99% e meshkujve që shohin sport në Shqipëri e shohin te lokali Lagjës, i cili për shumë vite përpara mund të ketë qenë një pikë për të luajtur llotari në nivele normale. Anglia ka kulturën e pubit, çdo lagje ka pubin e tij, ku shkon edhe 50 vjeçari dhe 30 vjeçari. Në kundërshtim me këtë, Shqipëria nuk ka kulturë pubi lagje sportive, por është lokali lagjes. Në çdo lokal lagje ke lokale sport, më të dedikuara për sportin që ka 10 televizora, dhe njerëzit shkojnë atje dhe pinë një birë, nuk shkojnë në pub për të parë një ndeshje. Kjo gjë vetëm kur unë ekipi kombëtar, që shkojnë në një pub në një gjë, ose në një ditë mërkure që bie Champions League në pube. Plus numri i pubeve në Shqipëri shumë i vogël. Dhe nuk pub sport në Shqipëri, të mirëfillt pub sport ka shumë pak. Në Vjen, kam shkuar një herë me dy miqtë e mi, ishte ora 1 drekës, 12:30 luante Arsenal Manchester. Dhe një nga pubet angleze të Vjenës ishte plot me anglez, shikonin ndeshjen. Pra nuk kemi në kulturën e pubit për shku pastaj te sporti. Ne kemi kulturën e lagjes. Ne kemi kulturën e lokalit, pra. Lokalit, Çdo lokal lagje po të çdo shkosh. lokal lagje. Ke plot, e për plot. Në zënë tavolina, në çdo Pra meshë. perceptimi është e gabuar, jemi mirë. Po ti jeton të kjo rëstonë. Ti jeton në një realitet anglosakson. Paralel. Të rigjëm. Spiro, faleminderit për përgjigjen. Jemi dakord me Pyetje të drejtë për drejta dhe familjare, Visi e ka djalin futbollist apo jo? Noan, 9 vjeç. Do ta lejosh na vi me njerëz si i ftuar? Me bashkëmoshatar ti Do në e marrë për shumë podcastin kënaqësi tonë? do e marrë. Tani vendimi, tani për të gjithë ata, 99% e njerëzve që i çojnë fëmijët
në sport të vegjël, 5 deri 6 vjeç, 90% e tyre thonë e më të luaj për qef. 1-5% thot ku i dihet ndoshta bëhet, dhe vetëm 1% e tyre e çojnë fëmijën sportist Investojnë. për ta bërë sportist. Pra, siç e çojnë, ku diun tash, ti ku jetë kjo pjesa? Që unë pikës pari, unë shoh dëshirën dhe vullnetin e djalit. Pra, tek ai kam lexuar që ai e do sportin, e do futbollin, nuk jeton dot pa të. Është e trashëguar kjo? Ndoshta sepse nga familja ime kanë dalë futbollistë që kanë luajtur Po pra. deri në nivelet larta, pra deri në kategorinë superiore. Kanë dalë disa. Në Turtulli njihen pra futbollistë që kanë luajtur. Po. I fundi ka qenë qendrëmbrojtësi i Tiranës. Qendrëmbrojtësi i Tiranës, po. Çu xhaxhai tim. Okej. Ai e ka dëshirë këtë gjë. Duke pa dëshirën aty, sigurisht unë hyj te kategoria 3 e njerëzve që jam mundsoj djalit tim që të vitet si profesionist. Okej. Pra, nuk e lej djalin që Qëllimi final është bëhet futbollist. qofse do doj, unë do i vej kushtet, pra, Të mundsosh gjitha, do i mundsoj Pra gjithë shinja kushtet. po ja shtron, po thot. Qofse ai do Makinisti doj, duhet të jetë vet. nga ana ime do i ketë gjithë mundësitë dhe gjithë logjistikën që do i duhet për të dalë futbollist. Për sa kohë do ketë dëshirë, nuk do imponoj atë që të bëj atë që. A është e vërtetë që dhe një futbollist si një muzikant, si një ku diun doktor, Shko, duhet punoj sporti 6 është profesion, është dhe vokacion, sporti ka lind si vokacion. Pra është në industrinë e entertainmentit. Pra gjithë bota, po ti heqësh sot sportin, futbollin sidomos, bota s'do kishte kuptim. Po ta përfitojnë njerëzit sot jetën pa futboll, pra nuk do kishte kuptim, pra është aq integruar në shoqëri sa që shumë do thonin s'ka kuptim jeta pa futbollin. Po. Futboll veçantë. Dhe është brenda nesh, pra sepse sporti ka kompetitivitetin, ka shumë element që njeriu e gjen vetë aty brenda. Djali im, pra është 8 vjeç e gjysmë, shumë i vogël, është shumë e parakoshme kjo gjë, por megjithatë unë i kam vënë gjithë mundësinë time në dispozicion të atit, që ndjekë ëndrrën e tij. Qofse dash Zoti edhe me punën që ashtu, ndaj po futbollist unë ta mbështes. Spiro, si një baba jashtëm, teorikisht? Atë Çfarë do doje që fëmijët e tu të bënin ndryshe nga ty? Shiko, më e rëndësishmja për mua, unë, të thënë vërtetën, unë jam marrë me sport vetën në Greqi, unë jam marrë kryesisht me basketboll, s'jam marrë me futboll. Edhe pse nga që nuk më lejonin nga ekipi basketbollit që të luaja futboll, luaja vetëm për shkollën, kisha mundësinë vetëm luaja për shkollën, por siç kemi çunë në Xhajas që ai ka arritur deri në ekipin e parë të Tiranës, domethënë ka luajtur. Unë një gjë mendoj që në diferencë me të kaluar në kohën tonë, prindrit duhet t'ja japin, t'ja mundsojnë, po t'ja mundsojnë me seriozitet. Në vërtet. Atëherë të lini me bë sport. Atëherë ishte kjo që po flisim ëndra jote, po është të bëhet. Po kundrazi pegonin shkolla tjetra. Jo më kam dëgjuar baballar, ç'a bën çu lu futboll. Ai më nuk e di, unë shkon atje lu se di ç'a bën, se kam pa ndonjëherë. Ja, mirë është mos më e pa. Mirë është mos më e pa, po se fëmia në etapat, falë që po të prezë, Spiro, në etapat e tij të rritjes kanë metamorfoza të theksuara. Shumë. Pra 8, 12, 13, 15, 17. Po. Qofse ti ja lën dorë të fatit këto gjithë metamorfoza. Po si është pjesa tjetër është shumë. Përfundon një ish talent pas gjë 18. Ish talent, një ish lojtar i mirë, që një se sporti është, pra nuk është si gjithë fushat e tjera të jetës. Pra qofse ne investojmë në dije, dijet ngelin aty. Sporti, ti mund të investosh 15 vjet në fizik, fiziku të le për 6 muaj, për 6 muaj ti qofse le, ai la. Pra është shumë delikat. Po s'pa dhe gruan të mënçur futbollistit. Do vazhdimsi, do konsistencë. Se dihet ti mund të rresh shkollën një vit, nuk ka asnjë problem, vazhdon prap. Mund të rresh 5 vjet, vazhdon prap. Shkolla bëhet 60. Sporti ka deadline dhe do konsistencë, do seriozitet. Unë shumë e shoh. Unë mendoj se ajo që prindërit edhe një gjë tjetër që duhet bëjnë përveç mundësive, se shiko janë këta prindër që janë marrë me sport që e ndjejnë këtë gjë. Por një gjë që nuk e bëjnë prindërit modern është që ja mundsojnë, por nuk i bëhen pjesë. Do dinë diçka që unë vetë, duke qenë se prindërit e mi, në nivel emigrant më qenë në Greqi, do të thotë dhe prindërit e mi për pjesën e sportit që unë ushtroj atje, nuk më ndiqnin dot. Por po ta them realisht që fëmia e do prezencën e prindërit, e do prezencën e prindërit atje.
E do pse, se ka si atë orientimin e tij, Për të mirë, për të keq, gabon, e ka gabon. si Busull. pik busull, patjetër, a kupton? E ka dhe si frymëzim se në fund fare ti e bën për veten tënde, po e bën edhe për dikën tjetër dhe i pari që ti e bën kur je fëmijë është prindi. Dhe për hir të vërtetë, do them këtë gjë në Këshilla fund. vjen nga Spiro. Do them këtë gjë në fund, për hir të Për ne vërtetës. prindrit. Edhe në kohët e mëparshme, edhe tani, të gjithë personat që kanë dalë futbollista janë ato që kanë pas prindrin mbështetje nga mbrapa. Po. Patjetër, pa diskutim, familja është baza. Dhe kjo vlen jo zhvillimit të vetëm çdo për gjëje. sportin, po vlen edhe për një Pa e them, muzikant. i përsi për që çdo prindërve të muzikant, mbështesin në ëndrat e fëmijëve të tyre, të gjitha. po të mbështesin në mënyrë proaktive, jo propasive, pra jo duke i parë, proaktive, duke i vënë në dispozicion të gjithë mundësitë dhe logjistikën e mundshme që i nevojitet atit për të ecë përpara. Unë mendoj që sot ka qenë bisedë nga E lirshme fare. Jo, po e lirshme është gjithmonë, po bisedë cilësore apo jo. Patjetër. Fal Visit dhe Spiro se. Faleminderit. Po t'ishte për ne të dy as të dyta. Faleminderit edhe realisht unë u kënaqa shumë edhe nuk e kuptova si mbaroj, se me një moment po mendoja ku do pi cigaren. Po jo, nuk e pata. Ne do vazhdojmë me bira, kemi plot, për pica. Po do hangë picë, na hajmë një picë. Patjetër. Dhe duke shijuar të pamjet mrekullueshme. Okej, përveç momentit që jemi live, në 9:30 darkës, nuk kemi iluzione, ne i regjistrojmë përpara, të shihet. Akoma. Okej, Ledio do që ta bëjmë live një ditë, por këtë do ta shohim sepse është mbrëmje, ne jemi dhe gjatë gjithë javës në YouTube. Kemi edhe një faqe në Instagram, faqe Facebook, faqe TikTok. Po mundohemi të rritemi dar nga dar në rrjetet sociale se si futbollisti që do 18 vite karrierë dhe këto minutazhet e reja duan vitet e tyre derisa të Jemi në një moshë delikate që prindrit moshë s'na ndihmojnë. Por ne do ja dalim. ngeli të merrem me ty gjithkohë. Faleminderit gjithëve. Ciao. Kënaqësi.